Po, si që thash, kam ndjekur aktivitetet të ndryshme, nga trajnimet të kurset të ndryshme, ndoshta mund të theksoj aktivizimin tim në shoqërinë civile. Kjo ishte në të njëjtën kohë kur unë po ndiqja studimet master edhe fillova të angazhohesha në shoqërinë civile si pjesëmarrëse në projekte të ndryshme. Dhe këtu ka filluar pastaj edhe bashkëpunimi me Horizontin e Ri. Kjo ka qenë piknisja, do thot, unë fillova të merrja pjesë si pjesëmarrëse në trajnimet, mbaj mend projektin e parë ka qenë projekti Këndi për Trenj në Ulqin, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur për mua, ka qenë shumë e vlefshme edhe patjetër që e mbaj mend si një gjë shumë suksesshme. Po si çdo i ri, gjithkush aspiron që të punësohet edhe në fushën e vet, në fushën ndegën që ka studiuar. Dhe kjo e njëjta gjë ndodhi dhe me mua. Pas rikthimit tim në vendlindje, fillova praktikën në një shkollë fillore, në shkollën fillore Marshall Tito në Ulqin, edhe aty për herë të parë fillova ta praktikoj atë për çfarë kam studiuar. Më vonë kjo ndryshoi, edhe pse gjithmonë ka qenë ndrojimja të bëhesha mësuese, me angazhimin tim në shoqërinë civile ndryshuan pastaj edhe ëndrrat edhe aspiratet e mia, edhe kështu që ideja dhe qëllimi im ishte që të kontribuoja në mënyra të ndryshme sa më shumë që mundja në vendin, komunitetin ku unë jetoj. Po, siç e thash, në fillim ju bashkangjita si pjesëmarrëse në projekte dhe pastaj erdhi shumë natyrshëm çdo gjë, për një kohë isha aktiviste linore dhe pastaj mora si ofertë që t'i bashkangjitesha stafit të Horizontit të Ri, ku punova deri për gati 4 vite. Dhe kështu së bashku planifikuan projekte të ndryshme, realizuan projekte të shumta për të rinjt në Ulqin, me tema të ndryshme, duke filluar nga aktivizmi rinor, leadershipi, vullnetarizmi, pastaj pjesëmarrja qytetare, si ata të rinjt mund të bëheshin pjesëmarrës dhe politikbërës në Ulqin. Tema të ndryshme dhe së fundmi kemi punuar edhe në projektin në lidhje me aftësimin e tyre me aftësi të reja në fushën e turizmit, planifikimi i biznesit, pastaj se si ata mund të bëhen supermarkës të mirë e të tjerë.